me i pamje spektakolare të Malësisë Rrugovës, mbi bogën në zonën e Shkrelit. 20-25 minuta nga peja, një prej mrekullive të gjithë shqiptarëve. Malësia e Rrugovës, park kombëtar në Kosovë, zonë e mbrojtur që prej thuajse 40 vitesh, është me një dominancë absolute. Me këtë pamje është Grand Hotel Belushi, i ndërtuar 3 vitet e fundit, hoteli më i mirë malor në Shqipëri dhe i zgjedhur në vitin 2024 hoteli malor më i mirë i të gjithë Ballkanit, me çmim ndërkombëtar. Por çfarë përfshim brenda tij? Kur thash është i pari hotel me standarde absolute të plota, që nga dhomat, që nga sallat e konferencave, që nga restorantet dhe deri tek spaja, e cila mund të jetë një prej më të mirave në gjithë zonën e Ballkanit perëndimor, të paktën që unë kam vizituar. Thash, pamja është fantastike, nuk krahasohet, nuk ka vend Zvicër, Itali apo Austri që ne vazhdimisht i referohemi, vështirë të gjesh një pamje si kjo, sepse hoteli e dominon pamje, nuk është në grobja me besi si ka qenë, prej sa vjetësh je menaxher? Këtu jam që 3 vite, po kështu që jam që... Sa ke një jetën tënde si menaxher? 25 vite. 25 vite? Kam që punoj në gastronomi. 25 vite në gastronomi? Si menaxher që 18 vite. 18 vite, 25 vite në gastronomi. Pse e nise? Me qartë... E nisëm pas luftës. E nisëm pas luftës. Hoteli ka akoma gjurmët e vitit 3, sa dhoma ka hoteli? Ka 110 dhoma total. 110 dhoma? Ka 4 lloje tipit dhoma, dhomë standarde, dhomë të finë, dhomë familjare dhe suita prezidenciale. Hoteli është i jashtëzakonshëm në dimër dhe në verë, ne po hym brenda dhe ne do vazhdojmë. Mirë se keni ardhur. Shumë faleminderit. Pjesa hyrëse. Kjo është pjesa e lobit, pjesa hyrëse. Kjo është pjesa e lobit. E lobit, pjesa hyrëse me recepcionin. Hoteli është ca katësh? Është 3 kate. 3 kate. 3 kate është me dhoma, 2 kate është në tokë. Në tokë. Kjo është pjesa e lobit, që është i gjithë i burë re që është i rregulluar me mermer. I gjithë i mermer origjinal. E pash duhet jetë mermeri Gjindolit në Lushnjë, duket edhe nga stili i punimit me emperador dhe krema marfi, ndërkohë më bën përshtypje dhe lampadarët. Këto janë të ardhur nga Vjena, Austrisë. Nga Vjena janë të ardhur. Pjesa e lobit është shumë e bukur, ndërkohë që i gjithë tavani është me dru të punuar, ja ku e pash këtu ishte. Është punuar, po është një fabrikë e cila ndodhet në Pe, e cila quhet Ukaj kompani. Ukaj. Po ata e kanë punuar gjithë komplet hapësirën e tavanit. Këtë çashiet me dru është të punuar nga Ukaj. Është e jashtëzakonshme kjo pjesë, edhe Oxhaku ndizet, ë? Oxhaku ndizet. Bes, më bëri shumë përshtypje pjesa jashtë. Çfarë është? Ajo pjesa aty është menduar për meraklit e purës edhe konjakut. Për purën dhe konjakun. Po. Zona e purës dhe konjakut. Po ka aspirim? Ka aspirim. Zona e purës dhe konjakut. Është i hapur tavani. Ramoni njëri nga 3 vëllezërit Belushi ose Shala që kanë më tha që gjëja më e bukur që është po të rrish këtu në darkë, mund të shohësh yjet sipër. Është shumë bukur. Është një nga hapësirat më të bukura të mëshme të cilat e pësoj. Edhe mermeri i përdorur i jashtëzakonshëm ky. Është i gjithi me mermer, me punim druri, me shandanët fantastik. Tani pjesa më e madhe klientë nga vinë. Shumicën e kemi nga Shqipëria, shqiptarë të Shqipërisë. Shqiptarë të Shqipërisë. Ki parasysh që shqiptarët të Shqipërisë ju mungon bora. Po, edhe janë klientë tregullt që nga dita parë që është hap hoteli deri me tash, kënaqësi është për ne, sidomos për mua si menaxher i hotelit, që nga viti 2023 e deri në vitin që e lan prapa, njëjtat familje kanë ardhur të afësuar vitin e ri. Rikthehen. Ajo është për ne shumë e rëndësishme. Je pjesë shumë interesante është spaja. A mund të kalojmë pak në spa me gjithë se ka, edhe pastaj të tregosh ambientet e tjera, hapësirat e brendshme. Edhe dyert komplet të punuar komplet nga kompania që pse du më edhet. Kjo është pjesa e spas. Kjo është pjesa e spas. Kjo është recepcioni. Ky është recepcioni i spas. Ky është ashensori i dedikuar. Nga dhomat e ky është ashensori që vjen nga dhomat, futesh direkt në spa, pra nuk shkon, nuk del në hol. Kjo është palestra. Kjo pjesa e palestrës xhimi. Po i pas ka xhimi të gjitha. Është e mjaftueshme për kapacitetin e hotelit. Gjëja më e bukur është do ta shihni që nga pishina dje në mbrëmje kam dalë vetë në borë bashkë. Xhimi ndërkohë këtej shkojmë në pjesën e spas. Vazhdojmë te pjesa e pishinës. Ashensori që vjen direkt dhe del nga pjesa e dhomave. Kjo është spaja. Kjo pjesa spas. Kjo është pjesa e zhveshjes, tualeteve. Kjo këtu është pishina e madhe. Shiheni sa e bukur është pjesa e poshtë dhoma e kripës.
Kjo është pishina e madhe. Po e Ajo ciktej me sipër është- pishinën që mos shqetësoj për klientët janë, shive. Edhe pishina e gjitha me bizaca, me sapash. Është një prej pllakave më të bukura që përdoren. Ajo sipër është pishina e fëmijëve. Dhe nga pishina mund dalësh direkt në të borë për Ndalesh jashtë. në borë aty. Këtu vendosen gjatë sezonit verës, vendosen sazllona Po. që të marrin rrezë dielli. A, dalin për jashtë. Dalin për jashtë. Do më thënë ti del direkt në të borë, dje e bërë, e hapa atë për dalë të borë. Kjo është pjesa e... Vazhdojmë te dhoma relaxit. Edhe kjo që nga shumë pjesë e bukur. Spa i posedon gjithsej 4 sauna. 4 sauna. 4 sauna. Kjo është dhoma relaxit. relaxit. Mund të futem brenda tash. Kjo është dhoma e relaksit, pas ka njeri, kështu që mund mbyllet të... dera mbyllet komplet dhe dhe ofron relaksohet. një relax pa pam. Sa e bukur që në ka. 4 lloje saunash dhe një jacuzzi janë shumë interesant. Saunën e parë, e cila finish sauna. Kjo është finish sauna. E dyta o beer sauna. Beer sauna. Kjo pra sauna suedeze, sauna e Riut. Steam sauna. Kjo është banjo turke, si që quajmë ne, ose banjo Dhoma mavull. Infrared sauna. Edhe sauna infrared. Më pas vazhdon Më pas vazhdojnë jacuzzi. 2 jacuzzi, mojt ngrohtë dhe ujtë. Më pas vazhdon jacuzzi, dushet. Spaja ka poshtë dhe dhomën e kripës. Ka apo? dhomën e kripës. Tash vazhdojmë poshtë të shofim. A, vazhdojmë Poshtë shofim e punu dhe me poshtë. gjitha me krip Himalajës me punë dore. Me krip të Himalajes. Imagjinoni tani sepse problemi kryesor në vendet e borës është që nuk ke çfarë bën gjatë masditës për kur fillon erret, ecën përpara. Ne mundu që të ofrojmë edhe pos akomodimit të ushqimit, të ofrojmë edhe shërbime tjera si Tani, pjesa e spas. pak a shumë, sa vetave ju shërbeni gjatë verës që duhet jetë më Po është fluksimal, dhe 20.000 vetë në dite. 20.000 vetë në ditë. 20.000 vetë në dite. 20.000 vetë në ditë. 20.000 vetë në dite. Po foli për periudhën 20 Po, periudhën e full season që e quajmë ne. që është ajo Këto 30 janë ditë që dhomat i... e masazheve, Po, besoj. këto janë 3 dhomat masazheve. Ose Kjo është mendu për make-up. A kjo është mendu për make-up. Pastaj kjo këtu është dhoma e mjekut. A keni dhe dhomën e mjekut brenda? Këtu është ascensori që dërgon prej spas të pjesa e dhomës relaxit. Këtu janë 2 tualete për mos më pas nevojë më gjithë sipër. Edhe kjo pjesë që nga shumë e bukur. Kjo është dhoma e Kjo kripës, është dhoma e kripës. shpresoj mos ketë njeri që mos bezdisim kënd. Jo, hec përpara. Faleminderit. Shëndet. Si jeni mirë? Mund të futem një një nuk është Jo, s'futem dot. Wow, si që nga dhoma e kripës. Shiveni. Dhoma e kripës që nga mrekulli. Dhomë me krip të Himalajeve. Po është e gjitha e punuar me punë dore, tullat janë me krip Himalajës. Po ashtu Këto janë tullat Himalajës, këto këtu, ë? Edhe tullat poshtë. E gjitha krip. Përse shërben tamam dhoma kripës? Kjo shërben për shumë arsye, njëra të to kush ka probleme me frymarrje, Frymarrjen e po ndihmon, ë? ndihmon shumë. Shkojmë tani në pjesën e Po sipërme. vazhdojmë te pjesa e restorantit. Shkojmë te restoranti apo shkojmë shohim një dhomë dhe pastaj kalojmë tek restoranti? Pamra. Shkojmë shohim, do marrim ashensorin, shohim një dhomë dhe mbyllim restorantin sepse terraca e restorantit është spektakolare. Vazhdojmë te pjesa e sallave të A seminareve. këtu jemi te sallat e Kati konferencave. parë, Këtu i kemi 3 salla. Vazhdojmë me sallën e parë, e cila është për 20 persona. Do shta shohim dhe një dhomë këtu po tjetë, au, kjo është salla e vogël, Kjo është emblemeve. salla e vogël deri 20 Pas persona. ka dhe një verë, Ka dhe shifeni një pak terrasë. terasën që të kuptoni se çfarë mrekullie dhe ku jemi. Shifeni pak. Kjo është pamja mbrapa. Kjo është pamja mbrapa, bora mbi Bora i kam blu pak edhe këto. terracë, shifeni, Që është ishim- 50 cm. Kjo është terraca ku ishim. Kjo është pjesa më ku parë. ishim bashkë, shifeni si është. Dhe imagjino që gjatë dimrit është gjithë kohën me dëbor. Ky Nga hotel dhjetori deri në muaj mars. 2024 ka dalë the best mountain spa hotel në Ballkan. I cili është mbajtur në Sofje, të Në Bullgarisë. Sofje, po. Është një prej organizmave që merret me Po, certifikimin certifikimin e hoteleve. e hoteleve. Është ndërtuar për rreth 5 vjet, mos gaboj. Ashtu të shkon, 5 e gjysë. Pse e keni shtruar të gjithin me tapet poshtë, është më i lehtë, Është më i mirë mbajtur. më i mirë mbajtur. Kjo është Kjo salla është më e salla madhe. deri në 40 persona. Edhe kjo ka qasje në terrasën. Edhe ku kjo ishim ka parë. që po terracën nga ana ndej, edhe kjo është sallë e madhe goxha. Këto dy salla janë, ë? Është edhe salla e A ka dhe deri në sallë 250 tjetër? persona. Ku është? Që po vazhdojmë këto anë. Ku në këtë drejtim. Në atë kandin atje
është mendu kandi i lodhave i mbrëmshëm për Për fëmijët. fëmijët, gjatë kohës që është borë jashtë. Do të jetë gati shumë shpejt. Pra fëmijët veç jashtë kanë mundësi të luajnë brenda. Jashtë ka një kënd lojre shumë bukur, fakt. Për jashtë përdoret më shumë për klient ditor, që vinë për dreka darka apo për pije. Në fund është salla e konferencave? Po, këto është salla. I gjithë hoteli është i punuar me dru, shifeni, me buazëri, edhe dhomat brenda një pjesë janë të punuara me buazëri, shiheni pak punimin e dhomës. Bëja e belushit, numri dhomës, gëdhëndja e gjitha, rrallë djesh një hotel me i punim dore të kësaj cilësie. Kjo është salla sa e bukur që nga kjo. E madhe. Kjo është salla e madhe. 250 persona. 250 persona. 250 persona, shifeni. Kjo ka qasje edhe në terasë, ka një terasë. Shifeni çfarë terrace të bukur që ka këtu. Me pamje të bukur shumë. Prandaj ju thash pak më parë që as në Zvicër e as në Austri nuk gjen një pamje të tillë. Shifeni. Kjo ka pamje këtu para. Këtë anën tonë të majtë është parkingu i hotelit. 180 gradë malet. 180 gradë komplet. Pamje spektakolare. Mund të shohim një dhomë këtu në katën e parë, shohim një dhomë standard, s'ka rëndësi. Pamja është, nuk di, është e jashtëzakonshme. Pamja në fakt është nga gjërat më të bukura që ka hoteli. Jemi në 1630 metra lartësi, afërsisht 1630 metra lartësi, edhe pamja është shumë e bukur, kushtet janë shumë të mira. Ky do të jetë dhe hoteli më i mirë që shqiptarët kanë për momentin është top. Jo vetëm Kosovë, përfshi Shqipërinë dhe zonën. Gjithë zonat tona është më konkurrues edhe me zonat e Malit Zi dhe të Maqedonisë. Patjetër. I mungon staza e skimit, e cila është me kon me teleferikë me gjëra të tjera, po mendohet që vitet e ardhshme. Pra do shtohet edhe një pistë skimi. Mendohet që ke teleferiku. Ajo do ishte ato që të shkon te. Nuk e di a kemi në një dhomë këtu që mund të shohim? Mund të punim tjetër, kati parë. Po s'ka gjë. Kjo është një dhomë. Kjo është një ndër dhomat standarde, në kat parë. Kjo është dhomë standarde. Standarde për 2 persona. 2 persona, dhoma standarde me banjen, me dushin. Edhe kjo pjesa. Kjo është pjesa e shtratit. Shtrati që nga i madh, që ka 2 metrash gati. 2 metrash, po jashtë standardit. Me dollapin ku vendosen minibarin, TV-n, minibarin, TV-n, kasaforta ishte aty poshtë. Edhe terrasin këtu përpara. Një ambient ulje dhe gjitha kanë terracë. Përpas kati tretë, i cili posedon balkona franqez. Shifeni se si është. Edhe këtu me pi kafe në mëngjes, edhe pamja rreth e rrotull, siç ju thash, është spektakolare. Shifni çfarë pamje që ka. Po vazhdojmë atje. Po vazhdojmë te 2 llojet të dhomave të tjera. Kjo është dhoma standarde për 2 persona. Po, ecim atëre. Ta mbyll derën. Kështu që shkojmë në katin e? Katin e tretë. Në katin e tretë, edhe dhoma familjare. Po mundem. Mundemi? Hyjmë atëre. Dhoma familjare. Dhoma familjare që nga me 2 krevat. E njëjta gjë me banjen, banja pak më e madhe, me dushin. Kjo që nga me dizajn të bardhë. Kjo është me dizajn të bardhë. Shive si që thash, është e gjitha me buazëri e veshur nga fillimi në fund. E gjitha me buazëri dhe 2 krevat familjare. Kjo është vetëm para dhoma. Kjo dhoma tjetër është e çiftit, në këtë anën tjetër. Pra kjo është dhoma e fëmijëve. Dhe në anën tjetër shkohet në dhomën e çiftit. Edhe dhoma çiftit me banjë vete. Po, kjo banjë posedon edhe dushin edhe vasken. Shife, kjo është pjesa e dhomës çiftit, edhe këtu me balkon. Dhe vazhdon me banjën, këta pas kanë... Kjo banjë është më e madhe shumë. Shumë e madhe, jo më e madhe. WC-ja, vaska, dushi. Kjo që nga... Sa kushton një dhomë familjare? Kjo dhomë kemi këtu është 249 euro, me pamje mbrapa. 249 euro e gjithë dhoma? Për 4 persona, me mëngjes edhe me Për 4 persona, me gjithë mëngjesin dhe me gjithë span. 249 euro prap, me mëngjesin edhe me span, dhoma për 4 persona, me 2 banja, edhe shumë e çuditshme. Çmimi është goxha i mirë. Po pjesa përballë me pamje nga
E njëjta dhomë e pamja para është 269, 20 euro është diferenca në dhomë familjare. Kurse në dhomë standarde, që ishim ma poshtë, katin e parë, diferenca është 10 euro. 149 me 159. Tani zbresim poshtë në pjesën e Në pjesën e restorantit, barit, restoranti, bari dhe pjesa e Pjesa e shërbimeve të tjera. shërbimit. Po. atëherë po vazhdojmë të pjesa e Se u kthyem atyra prapë mbrëmshme, u kthyem prapë tek të lobi, te lobi, po vazhdojmë të restoranti mbrëmshëm që është, që mos bezdisim shumë njerëzit atëherë. kamera. Po ecim direkt drejt për te veranda. Restoranti është gjigant. Kjo është restoranti që shërbejen vetëm për ushqim. Ky është vetëm për Drejta ushqim. darka, Sa po. vende ul, sa ulse keni? Kjo restoranti këtu ka 200 ulce. Si jeni mirë, si kaloj. 200 ulse. 200 ulce në këtu, Vetëm ky këtu. vetëm këtu. Po pjesa jashtë, Pastaj, në këtë krahun e djathtë është kuzhina tradicionale, ku përgatiten flijat, liçenek, pite, gjona tradicionale të zonës. po. Ky këtu është restoranti i mëngjeseve, Ky është i mëngjesit me kështu tavolinë po tavolinë bufe. tavolinë bufe. I ka 120 ulce. 120 ulse ka vetëm kjo pjesë tua. Po. Dhe këtej shkojmë tarac? Dhe pastaj Ku dilet këtu në tarac? është që mundem me i ka kjo dera këtu. Po. Wow, shif si është taraca. Po, kjo këtu është ajo terrasa Oh, shive si është taraca. S'ka gjë s'po shkoj më tutje. që Kjo se do është dhe maherët. tutje janë lojrat e Pa mbi fëmijëve. lodrëve të fëmijëve. Dhe këtu mbushet me tavolina. Kjo komplet këtu i nxën 500 ulce, do të thonë 500 karike janë. 500 ulce. Po, pamja është këtu përpara. Tu sipër është kandi i lodrave të mbrëmshëm, këtu është ascensori që i dërgon fëmijët te Direkt kandi i te lodrave. kandilodra. Po. Çfarë mrekullie. Grand Hotel Belushi në Shkret Rrugovës, Rrugovës. Shkret Rrugovës. Poshtë duket boga, është një perl. Mund ta shihni edhe pak më gjatë me dron, pamje në shkryevepër. Bes, shumë Faleminderit faleminderit. shumë, ishte Faleminderit, kënaqësi, ishte kënaqësia ime. kënaqësi.